Për sistemin politik shqiptar, zgjedhjet janë gjithmonë një mundësi e mirë për sulme miqësie ndaj Greqisë, pasi marrëdhëniet e mira me vendin tonë janë të rëndësishme për një pjesë të madhe të popullit shqiptar. Këto sulme miqësie zakonisht zgjasin sa sezoni zgjedhor, siç e ka dëshmuar përvoja e 35 viteve të fundit. Ditët e fundit me rastin e prezencës në Greqi të Sali Berishës, kreut të Partisë Demokratike të Opozitës dhe armikut Edi Ramës, si dhe intervistës së kryeministrit shqiptar, është vërtetuar edhe një herë se dy politikanët shqiptar po tentojnë të zbukurojnë imazhin e tyre dhe të harrojnë veprat e tyre, duke ngritur dyshime për sinqeritetin e deklaratave për raportet me Greqinë. Për Athinën nuk duhet bëhet fjalë për zgjedhjen e një personi. Përkundrazi, në plan të parë është formulimi i një strategjie gjithëpërfshirëse për marrëdhëniet me Shqipërinë, e cila për momentin nuk është e dukshme. Këto marrëdhënie para së gjithash duhet frymëzohen nga respektimi i parimit të fqinjësisë së mirë, nga respektimi i të drejtave të pakicave kombëtare greke dhe mbi të gjitha nga shmangja e kultivimit të anti-helenizmit nëpërmjet irredentizmit, që është një mjet i shpeshtë i praktikës politike në Shqipëri. Zonat detare. Një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve është edhe marrëveshja për kufizimin e zonave detare apo referimi i mosmarrveshjes në Hag. Berisha po rikthehet në plan të parë duke tentuar të bashkojë opozitën dhe të arrijë rrëzimin e Ramos, i cili megjithatë ka ende e përsi në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Berisha nga skena ku mblodhën mbështetësit e tij në stadiumin e Paqes dhe e miqësisë sulmoi Ramën duke e fajsuar për problemet në marrëdhëniet greko-shqiptare. Në të njëjtën kohë ai kërkon të përfitojë nga fakti që në radhët e partisë së tij si bashkëpunëtore do të përfaqësohet edhe PBDN, pasi për shkak të sistemit zgjedhor, kjo është e vetmja mundësi që të paktën kryetari i saj Vangjel Dule të zgjidhet deputet. Megjithatë, Berisha, pavarësisht fjalëve të tij të ngrohta aktuale për Greqinë, është politikani që shprehu në mënyrën më ekstreme anti-helenizmin në Shqipëri, duke shënuar një periudhë të gjatë kohore gjatë së cilës ai qeverisi qoftë si president 1992-1997, qoftë si kryeministër 2005-2013. Ai ishte orkestratori i krizës së parë të madhe në vitin 1993, me dëbimin e arkimandritit atëhershëm të Gjirokastrës, Chrysostomus Maidonis, që u shoqërua edhe me lëvizje kundër minoritetit. Reagimi i qeverisë Konstantinos Mitsotakis, pavarësisht afinitetit ideologjik të dy partive në pushtet dhe mbështetjes personale që kishte marrë Berisha, ishte i menjëhershëm dhe i ashpër me vendosjen e 6 kushteve të njohura në Tiranë. Qeveria e Greqisë kërkon të njëjtat të drejta për komunitetin grek që jeton në Shqipëri si ato që kërkon qeveria shqiptare për komunitetet shqiptare në ish Jugosllavi, kishte deklaruar në atë kohë Konstantinos Mitsotakis. Por Berisha pak më vonë në vitin 94 orkestroi komplotin kundër minoritetit me arrestimin e kryesisë së Omonias dhe të ashtu quajturin gjyqi i të Pestës, duke shkaktuar një krizë të re në marrëdhëniet greko-shqiptare, pa braktisur asnjëherë irredentizmin, duke qenë gjithmonë mbështetës i pretendimeve të çamve, të cilët i kishte përfshirë në qeverinë e tij në vitin 2013, ju referua territoreve shqiptare në Greqi që arrin deri në Prevez, duke nxitur reagimin e fortë të Athinës dhe duke çuar në anullimin në minutën e fundit të vizitës së ministrit të jashtëm të atëhershëm grek në Tiranë. Në vitin 2005, gjatë mandatit të tij si kryeministër, u shkaktua një tjetër incident diplomatik pasi presidenti atëhershëm i Greqisë, Karolos Papoulias, i cili kishte punuar për miqësinë greko-shqiptare, u detyrua të anullojë vizitën e tij në Sarand. Arsyeja ishte se jashtë hotelit të tij ishte organizuar një tubim i Camit, të cilët kërkuan të takoheshin me të. Lista e deklaratave provokuese ndaj Greqisë nga Berisha është e gjatë. Natyrisht, gjatë mandatit të tij ka pasur edhe dy momente të mira, pasi me presidentin atëhershëm Kostas Stefanopoulos u nënshkrua pakti i miqësisë, ndërsa në vitin 2008 ishte marrëveshja e rëndësishme për caktimin e zonave detare mes dy vendeve, e cila megjithatë u anullua pas ndërhyrjes së kreut të opozitës së atëhershme Edi Rama në gjykatën e lartë. Krimi i organizuar. Rama është një politikan i gjithanshëm për të shërbyer interesave të veta, por edhe interesave të një rrethi të zgjeruar të interesave të organizuara, të cilat sipas pretendimeve të opozitës janë të lidhura me krimin e organizuar. Ai ishte politikani që organizoi apelin në gjykatën kushtetuese për të anulluar marrëveshjen e detit të delimitimit me Greqinë, marrëveshje që mbylli një çështje madhore të pazgjidhur në marrëdhëniet greko-shqiptare. Arsyetimi i gjykatës që miratoi ankimimin e Ramos ishte përkthimi në shqip i argumentit të përdorur nga Ministria e Jashtme turke për të kundërshtuar të drejtat sovrane greke në Egje, bazuar në Konventën për të drejtën e detit. Përveç kësaj, Berisha kishte denoncuar publikisht se apeli ishte diktuar Ramos nga Ankaraja. Rama nuk i ka fshehur lidhjet e ngushta me Ankaran dhe Tayyip Erdogan, të cilin e konsideron si aleatin e tij kryesor.
Arrestimi i Fredi Belerit dhe grushti elektoral në Himar përbënin jo vetëm një mesazh për minoritetin grek dhe Athinën, por edhe një lëvizje për të shërbyer interesave ekonomike, të cilat në mbrojtjen e tij po shkatrojnë zonat turistike të Shqipërisë, duke cënuar dhe sekuestruar pronat e minoriteteve. Kjo lëvizje shkaktoi një krizë të madhe në marrëdhëniet greko-shqiptare, e cila kulmoi me vendosjen e ligjit Rama në Himar, dhe pasi Beleri kreu dënimin e vendosur nga gjykata e kontrolluar, u zgjedh deputet në Parlamentin Evropian. Rama, duke dashur të hapë rrugën europiane në një moment të vështirë për vendin e tij, u angazhua në tetor 2021 ndaj ministrit të jashtëm të atëhershëm Nikos Dendias, që të nis bisedimet për referimin e mosmarrveshjes për delimitimin e shelfit kontinental në Hag. Kjo zgjedhje ishte një lëshim i Athinës ndaj Tiranës, pasi marrëveshja e mëparshme ishte nënshkruar nga të dyja palët dhe do të duhej të ushtrohej çdo lloj presioni për ta ratifikuar atë, qoftë edhe me modifikime të vogla, që atëherë fillimisht u bën 2-3 takime ekspertësh dhe më pas Rama e ngriu procesin. Sot ai shfaqet sërish përmes intervistës së tij për t'i shitur Greqisë angazhimin e tij në vitin 2021, të cilin ai vetë ka lënë në sirtar. Marrëdhëniet me Sorosin. Kryeministri shqiptar kishte marrëdhënie të privilegjuara me George Soros, edhe pse është përpjekur të heqë fotot e tij nga llogaritë e tij në rrjetet sociale, kryesisht me djalin e biznesmenit Alexander Soros. Megjithatë, ai ka edhe marrëveshje biznesi me dhëndrin e Donald Trump për ambiente hotelerie, me një program ambicioz në ishullin e Sazanit. Berisha, një del për e vjetër që tashmë luan me kartën e supozimit të mbështetjes nga administrata e re amerikane për shkak të marrëdhënieve të Ramës me Sorosin, që është flamur i kuq për Washingtonin dhe punësimit të menaxherit të fushatës së Trump për fushatën elektorale të Partisë Demokratike, vjen në votime me një besim të shtuar. Në çdo rast, ai është një politikan jashtëzakonisht i vështirë, por deri diku i menaxhueshëm. Athina nuk ka asnjë arsye për të vënë bast për një nga dy politikanët që do të pretendojnë qeverisjen e Shqipërisë në zgjedhjet e ardhshme, por duke qenë neutrale, duhet të qëndrojnë në një politikë parimore dhe të shfrytëzojnë plotësisht armën që ofron pëlqimi i saj i nevojshëm për rrugën europiane të Shqipërisë, si dhe prania në Greqi e një komuniteti të shumtë e të begatë shqiptar. Shkruhet në artikullin e Prototemas nga Nikos Meletis.